hedhësi. Jo. As këtu nuk është Dezi. Përshëndetje miq të Boss, më bëj qefi që keni këtu. Topi hedhësi preferuar i Dezit ka humbur. Ne kemi kërkuar gjithandej dhe nuk e kemi gjetur. Po ishte pikërisht këtu. Vetëm një person mund ta di se ku është ai top hedhës. Magjistari, kam nevojë për ndihmën tuaj që të thëras magjistarin të shfaqet. A do të më ndihmoni? Me gjithmonë? Shumë bo, faleminderit. Do të na duhet të lëvizim shumë për t'ja dalur mban. Daj duhet të shkojmë tek zona jon, bo. Zona bo. Forca miq të Boss, le të pastrojmë dhe të lirojmë hapësirën përreth që të lëvizim të sigurt. Ishte lodra dhe gjërat nga dyshemia. Pastaj mund të nisim aventurën tonë për sot. Pastrojeni zonën tuaj, bo, miq të Boss. Po thuaj se mbaruam. Ja, jemi gati të thërasim magjistarin të shfaqet. Qëndroni në qendër të zonës tuaj, bo. Ngrijeni gishtin tuaj tregues në ajër në këtë mënyrë. Rrotullojeni rreth e rrotull. Vazhdoni ta rrotulloni. Më shpejt, më shpejt, më shpejt. Kur lëvizni edhe ju me mua më jepni energji. E bëni bërzilikun tim të fuqisë të shkëlqej kur hidheni në veprim. Po funksionon. Ju po më ndihmoni. Arrit të ndjej energjinë tuaj. Tani nga ana tjetër. Rotullo, magjistari tuaj se mbërriti. Fuqia e Boss në maksimum. Magjistari, po. Ja dolëm miq të Boss. Arritëm të thërisni magjistarin. Përshëndetje Dezi dhe Bo. Mos ma thoni. Topi hedhës i preferuar i Dezit ka humbur. Sa magjistari zgjuar. Ai di se ku është ai? Aha, hedhësi e ka marrë topin. Hedhësi? Çfarë është një hedhës? Hedhësi kërcen me topa hedhës. Ai ka marrë aq shumë topa sa që nuk i numëron dot. Kur hedhësi shet topa hedhës, ai vërsulet dhe i merr të gjitha ato. Do të thuash se hedhësi do të marrë të gjithë topat kërcyese të gjithë botës? Topat tonë të gomës dhe topat e futbollit, topat e basketbollit dhe tenisit gjithashtu? Kam frikë se po, Bo. Betet vetëm një gjë për të bërë. Ne do ta gjejmë hedhësin dhe do të shpëtojmë të gjithë topat kërcyes në botë. Për të gjetur hedhësin, ju duhet hyni në dhomën e dyerve. Në dhomën e dyerve? Gjeni 3 dyer, asnjë më shumë. Pas derës numër 3, ju do të gjeni atë që kërkoni. A shikoni pak? Hedhësi. Topi im. Gjeni këto 3 dyer dhe ju do të gjeni hedhësin. Faleminderit magjistar. Je mirë pritur. Tani, ju dhe miqtë e Boss bëni mirë të hidheni në veprim. Na duhet të gjejmë 3 dyer. Për ta shfaqur derën e parë, ne duhet të vrapojmë në vend. A ndodheni në zonën tuaj, Bo? Bukur! Pasi unë të numëroj deri në 3, vraponi me mua. 1, 2, 3, vraponi! Dhoma e dyerve! Forca miq të Boss, vraponi shpejt ose vraponi ngadalë, por më ndihmoni të vazhdoj dhe të vrapoj. Ju mund të marshoni apo të ecni, por ju lutem mos ndaloni. Po më mbarojnë energjitë. Vraponi me mua miq të Boss. Kur lëvizni edhe ju me mua më jepni energji. E bëni bërzylikun tim të shkëlqej kur viheni në lëvizje. Vraponi të gjithë, dera do të vijë.
elefant. Po thuaj se. Duket si një elefant prej gjelatine. Duket si një gjelifant. Që nga e kyçur, na duhet një çelës. Një çelës fluturues. A e dini ju se si mund të kapet një çelës fluturues? A mund të më ndihmoni? Super duper bo! Qëndroni sa më drejt. Drejt si një gjigant. Ne zgjatuni me majat e kishtërinjve. Zgjatuni me mua të kapim çelsin. Ndërkohë që ngriheni në majat e kishtërinjve, zgjasni duart. Dhe kërceni. E kapëm çelsin. Punë e pashme, miq të bos. Përmes derës së gjelifantit ne po kalojmë. Jani. Wow! Kjo është një kodër shumë e lartë. Dhe ato janë pemë të këndshme. Por asnjë gjelifant. Më vjen keq des. A e shikoni gjëkundi derën tonë të dytë? Hey! Ja tek është. Po çfarë bën atje lart? Wow! Ku jemi kështu? Çfarë po ndodh? Miq të bos, nuk ma merr mendja se jemi mbi një kodër. Unë them se jemi mbi bark. Në barkun gjigant të një gjelifanti. Miq të bos, si do të arrijmë në derën tonë? Mirë se erdhët në barkun gjigant të gjelifantit. Dera juaj është atje lart. Për të arritur duhet të kërceni lart në ajër. Miq të bos, po si mund të kërcejmë ne aq lart? Për të arritur derën, ju do të bëni të mirë të zgjidhni një shtaz lëvizje. Shtaz lëvizje. Miq të bos, a mund të më ndihmoni ju të zgjedh një shtaz lëvizje? Secila kafsh duhet të lëvizim për të hedhur lart dhe për të arritur derën. Si një insekt zvarritës, një peshk notues, një kangur hedhës, Një kangur hedhës. Zgjedhje e mirë. ide po geniale, Desidor. Për të arritur derën e duhet të hidhem një të kërcejmë si kangur në këtë bark gjigant gjelifanti. Më shikoni mua. Desi po kërcen si kangur mbi barkun gjigant të gjelifantit. E janë të gjithë të kërcejmë si kangur. Ndodheni në zonën bo? Bukur! Pasi të numëroj deri në 3, kërceni me mua. 1, 2, 3, kërceni! Vazhdoni kërceni, kërcej lart! Hidhuni miq të bos, sa më shumë të kërcejmë aq më lart shkojmë. Përdoreni të gjithë trupin tuaj për të hedhur. Vazhdoni të kërceni. Po më mbaron energjia. Hidhuni me mua miq të bos. Kur lëvizni dhe ju me mua më jepni energji. E bëni brëzëlykun tim të fuqisë të shkëlqej kur vjeni në lëvizje. Vazhdoni të kërceni. Po, ju po më ndihmoni me të vërtet shumë. Arrit të ndjej energjinë tuaj. Fuqia e bos në maksimum. Po thuaj se arritëm. Vazhdoni të kërceni miq të bos. Ja dolëm miq të bos. Po. Ne kërcyem nga barku gjigant i gjelifantit. Ne ja dolëm van, fal jush. Nëse po del me sukses, dilni edhe ju. Të shohim se si është kërcimi juaj i suksesit. Vazhdoni të kërceni. Kërcimi bukur miq të bos.
Na duhet një tjetër celës fluturues. A do të më ndihmoni sërish? E bëj mrekullueshme. Qëndroni sa më drejt. Drejt si një mal. Drejt në majtë të gishtave. Zgjatuni me majat e gishtërinjve. Ndërkohë që ngriheni në majat e gishtërinjve, zgjasni duar. Dhe kërceni. Po, e kapa. Faleminderit miq të boz. Përmes derës së ping-pongut ne po kalojmë. Miq të boz, ky është një vend argëtues për një lojë ping-pongu. Çdo gjë është e ngrirë. A e shikoni ju derën tonë të fundit? Ja tek është. Kjo miq të boz duhet të jetë shumë e lehtë. Ejani, duhet të hidhemi në veprim. Pinguin. Se e vendosën atak të rjetë gjigante përballë nesh. Ping-pong. Kujdes, Daisy. Oh, hey! Po, si do të shkojmë ne te dera jon me ta pinguin të çmendur ping-pongu? Mirë se erdhët në festën e ping-pongut të pinguinëve. Pinguinët pëlqejnë shumë të luajnë. Topat e tyre shkojnë lart e poshtë. Nëse ju dëshironi të vazhdoni rrugën tuaj, ju duhet kaloni mbi rrjet. Ku jemi kështu? Mbi atë rrjet është shumë e lartë. Për të ngjitur mbi rrjetën e ping-pongut, ju bëni mirë të zgjidhni një shtaz lëvizje. Shtaz lëvizje. Miq të boz, mund të më ndihmoni ju të zgjedh një shtaz lëvizje? Secila kafshë duhet të lëvizë që të ngjitemi mbi atë rrjet dhe të zbresim poshtë anën tjetër. Si një kal i shpejt, një majmun kacavjerës, apo si një krim vërvitës. Një majmun kacavjerës. Ide e mirë. Për të ngjitur lart dhe për të arritur në majtë të rrjetës, ne duhet të ngjitemi si një majmun. Më shikoni mua. Daisy po ngjitet si një majmun i vogël. Le të bëjmë edhe ne si majmun. Ndodheni në zonën tuaj, po. Në rregull. Pasi unë të numëroj deri në 3, ngjituni në rrjet me mua. 1, 2, 3. Ngjituni. Përdorni duart tuaja për të ngjitur. Një herë një rëndor dhe një herë dorën tjetër. Sipas radhës, tani me këmbët, ngrini ato lart që të ngjitemi liri në qell. Ngritje e bukur. Ngjituni në të djathtën tuaj, ngjituni në të majtën tuaj. Ngjituni me të gjithë forcën tuaj. Më duhet më shumë energji. Ngjituni me mua miq të boz. Por lëvizni dhe ju me mua më jepni energji. E bëni bërzylikun tim të fuqisë të shkëlqej kur vjeni në lëvizje. Po, ju po më ndihmoni me të vërtet shumë. Arri që ta ndjej fuqinë tuaj. Fuqia e boz të maksimum. Vazhdoni të ngjiteni. Po thuaj se arritëm. Ngjitje e bukur miq të boz. Wow! Ja dolëm miq të boz. Ne e kaluam festën e ping-pongut të pinguinëve. Ne ja dolëm ban fal jush. Nëse bodel me sukses, atëherë dilni dhe ju. Të shohim se si është kërcimi juaj i suksesit. Vazhdoni të kërceni miq të boz.
kërcyer. Dhe ja një top ping-pongu që gjithmonë kërcen. Duhet ta mbash fort, Daisy, nuk I diet kur. Mund të na duhet në vazhdim. Dera e tretë. Hedhësi. Pata shojmë njërë këtë krijes kërcyese. Po. Nuk është e kyçur. E animisht të bos, është koha të shpëtojmë të gjithë topat hedhës të gjithë botës. Wow! Shiko, gjithë këto topa. Çdo lloj topi që mund të ekzistoj. Por atë zën sy topin tënd kërcyes të preferuar, Daisy? Jo, në asnjë vend. Hedhësi. Ati I pëlqejnë shumë gjërat hedhëse. Unë mendoj se hedhësi mërzitet kur topi ndalon së kërcyeri. Ja përse I vazhdon të marri topa. Ai po kërkon për një top që nuk ndalon kur së kërcyeri. Pra, çfarë topi nuk ndalon kur së kërcyeri? Të lutem, Daisy, nuk mendojmë dot kur hidhesh edhe ti. Prit një minut. Dragoj, Desidor, ti je bo genial. Një top që kërcejnë gjithmonë. Provoje një herë. Hey, hedhës, dëshiron një top? Hedhës Trazovac, ai është një top ping-pongu gjithmonë në kërcim. Tani ti mund të hidhesh rreth e rrotull sa të duash. Por ti nuk e ke gjetur akoma topin tënd kërcyes, Daisy. Jo. Topi im. Faleminderit. Topi yt kërcyese I preferuar. Dhe ata të gjithë kërcyen të lumtur për gjithmonë. Je I lumtur, Daisy? Po. Edhe unë. Ne u vume të vërtet në veprim sot, miq të bos. Faljush, pëtuam të gjithë topat kërcyes të gjithë botës. Faljush! A ndodheni ende në zonën tuaj, bo? Le të bëj një kërcim të fundit suksesi. Kërcimin më të mirë të suksesi deri më sot. Ne ja dolëm ban. Faljush! Nëse po të